Sa thua aktorisi që sjellni, apo dhe çmimet që do ndanin ndihmojnë apo frymëzojnë dhe inspirojnë të gjithë garuesit, ndoshta që të vazhdojnë tutje me karaten apo dhe të marrin pjesë në turneun e ardhshëm? Pikë së pari ne qëllim kryesor e kemi inspirimin e fëmijëve. Se ardhmëria e jonë janë të rritë. Edhe unë jam me një fjalë i ri dhe ne mundohemi sa më shumë me një fjalë të stimulojmë të rritë. Unë ndihmojmë që çdo gjë t'ua bëjmë sa më të lehtë para vetes. Ne si klub, mund të them në klubin privat ku mbajmë stërvitje me fëmijët, kryesisht e kemi arsimimin. Fëmijët patjetër të jenë në shkollim më të mirët. Edhe pastaj do jenë edhe në karate më të mirët. Se i cili një fëmijë punon në shkollë, ai punon edhe në sport. Mos flas vetëm për sportin e karates, por do flas për të gjitha sportet. Një fëmijë i suksesshëm në shkollë është edhe në sport i suksesshëm. Sa ai tregon punën e vet, tregon përkushtimin ndaj asaj që e don. Edhe në këtë turne ku ne organizojmë, ato çmime janë vetëm me një fjalë të inspiruese për atë fëmijë, si ne t'u vlerësojmë punën e tyre që e kanë bërë. Seriozitetin e madh në stërvitje, atë gjersën e madhe, ne pak me një fjalë t'u shpërblim me një dhuratë shumë të vogël. Edhe ato meritojnë më shumë, meritojnë shumë më shumë.